E pra shikues të dashur, pas lajmeve të mëngjesit, si që përmenda edhe në fillim të emisionit, e kemi një bisedë me Viber, ku edicioni i treti Kajak Fest po afron, ndërsa organizatorët kanë hapur regjistrimit për Dardans Challenge, një sfidë që synon të bashkojë adhuruesit e aventurës, sportit dhe natyrës. Festivali do të mbahet me 14, 15 dhe 16 gusht, po për të na treguar më shumë rreth këtij organizimi, në një lidhje me Viber e kemi edhe koordinatorin e Kajak Fest, Zotri Shkrep Balidemaj. Mirëmëngjesi, Zotri Shkrep. Mirëmëngjesi juve. Për të gjithë shikuesit që nuk e kanë ditur për Dardans Challenge, tregona pak se si lindi kjo ide dhe çfarë është më saktësisht Dardans Challenge. Fillimisht po filloj pak te pjesa e Kajak Festit, domethënë si vjet është viti i tretë që organizohet. Kajak Festi nuk është thjesht një si më thonë shumica po e quajnë një garë me kajak, është më shumë një festival ku çdo familjar, çdo person mundet me gjetë veten thjesht në shumë aktivitete, domethënë thjesht është një vikend ku mundesh me kalu me shoqëni, me familje, me plot aktivitete ndryshme. Gjatë ditës, mbrëmje ka edhe muzikë, domethënë është një festival që është krijuar në atë mënyrë që me pas, si më thonë, mundësi pothuajse të ditën edhe mbrëmje me gjetë veten në lloj-lloj mënyre. Ideja e Dardans Challenge ka rrjedhur thjesht prej domethënë shoqërisë ose personave që i kemi rreth që merren me sport edhe shumë kohë kalojnë duke u stërvit edhe njëkohësisht edhe marrin pjesë në gara ndryshme nëpër botë. Kështu që kemi pa të arsyeshme pse mos me kriju edhe na një garë tillë për shkak se kushtet e mundsojnë me kriju këtë garë, edhe thjesht kemi dashur me bë diçka pak më ndryshe se tjerë. Edhe besoj që ka me dalë diçka shumë bukur, shumë mirë, nuk është sfidë shumë e rëndë. Fillimisht mirë, po thjesht që kemë dhënë mundësi gjithëve për me provu, normal ka me pas edhe shpërblime dhe gjëra shumë bukura gjatë garës. Kjo jo që nuk është një sfidë e vështirë, por është një sfidë argëtuese për të gjithë ata që janë adhurues të aventurave. Unë në fillim e përmenda që është edicioni i tretë, po tregon pak jo si koordinator se çfarë e veçon këtë edicion të tretë të Kajak Fest. Po, si çdo vit, normal që mundohem me bë diçka më mirë, edhe këtë vit kemi bë goxha shumë ndryshime, si më thonë, një investim goxha i madh në aspektin edhe arktimit të musafirëve, domethënë me shumë lodra, me shumë aktivitete, si në ujë, si jashtë ujit, ku mundet çdo njani me gjetë veten me plot gjëra të bukura faktikisht që vijnë aty. Si vjet kemi bë edhe si më thonë, një upgrade kështu pak më ndryshe me disa aktivitete të ujit ku kena bë aquapark, trambolina, go-kart, janë disa aktivitete të ujit shumë të mira si për fëmijë, si për të rritën, ndërsa pjesën e natyrës jashtë ujit ka plot aktivitete tjera, më thonë ku është mu marrë me gjëra ndryshme, të fillu prej si më thonë basketit, volejbollit, pikpongot, domethënë çdo gjë që është sportive. Mirë, po ke menu edhe atë pjesën e fëmijëve me qenë markëtuese ku gjatë gjithë kohës ka me pas palacë të ndryshëm, aktivitete domethënë interesante për fëmijë. Gjithashtu gjatë gjithë kohës ka me pas edhe një aktivitet kështu muzikor me DJ, muzikë live. Domethënë që plotson goxha mirë një festival tillë. Por kur jemi te kajako, kush mund të marrë pjesë cilat mosha dhe a duhet me pas përvojë paraprake për me marrë pjesë në këtë garë? Normal që kajako është një sport shumica e shohin shumë të vështirë, po realisht është shumë i lehtë. Domethënë lyp pak teknik të cilën stafi jon profesional që e kemi aty brenda, çdo njani të jep një këshill, një sugjerim se si me kajaku, edhe është i hapur për të gjithë. Domethënë vetëm hymja me qenë është obligative si pagesë, ndërsa aktivitetet tjera janë brenda. Normal që kemi menuar edhe te pjesa e sigurisë me qenë shumë të kujdesshëm, ku kemi organizuar shumë persona si të kërkim shpëtimit, si pjesën e domethënë notarëve që janë të licencuar
për shpëtim, kështu që ka me qenë një siguri kogja nalt, normal që çdo person është i obliguar me vesh jelekun e shpëtimit. Domethënë janë disa rregulla që i kemi strikte, mirë po kajaku në përgjithësi është një sport që t'jep një relaks, një kënaqësi shumë të madhe, kështu që ja vlen me provu, pse jo. Nuk ka frikë, nuk është i vështirë, është thjesht kënaqësi që të çon, të relakson edhe e shef, domethënë duhet të parën herë me marr guximin për me hyrë edhe dikur është vështirë edhe me ju nda. Por tregona pak se si zhvillohet sfida dhe cilat janë ato disiplinat kryesore. Sfida ka më mbajt festivali faktikisht gjatë 3 ditë, është premte, shtunë e dile, kemi menu kështu që me qenë ditë vikendit, që dhe familjarët e persona, domethënë me planifiku si një ditë vikendi me kalu kështu bashkë me familje, me shoqëni, me gjana. Gara mbahet të dielën, fillon në ora 10. Mas pari përmendi se për me qenë pjesë e garët duhet mu regjistru, është linku në faqen e Kajak Fest Kosova, si në Facebook, si në Instagram, më thonë ekziston rrjetet sociale. Ka me fillu me një fazë të notit, mu me thonë 300 metra, që nuk është distancë shumë e madhe. Dikur ka, mas notit ka vrap, një 2 kilometra, një pjesë pas vrapit fillon me një mbartje të kajakut, ashtu me qujt një 20 metra, 30 metra maksimumi. Kajak në ujë është 400 metra, edhe masit përfundon kajaku janë 8 sfida ndryshme që jemi mundu me i ba në formë që me pas mundësi, muj me thonë se po thuj se çdo njani me ba në gjitje litar, ecje në për tra, më thonë sfidat jo shumë trana. Ka një mori sfidash dhe aktivitetesh të ndryshme të cilet pjesëmarrësit që vinë dhe marrin pjesë kanë mundësi me zgjedh se çfarë ata dëshirojnë me marrë pjesë, por tregon pak se a ka pjesëmarrës edhe nga jashtë Kosova? Po, 2 vitet e fundit kemi pas jashtëzakonisht shumë, për shkak se si pjesë organizimit është edhe pjesa e kampit, ne e organizojmë kampin, ku kanë mundësi çdo njani që donë me qëndru mrena kampit për shkak se po thuj se deri në mesnatë, deri në vonë ka aktivitete, muzikë gjallë, me gitarë, me plot gjana të mira. Kështu që atë pjesë kemi menu, janë dikon për momentin janë rreth 50 shatora që ngjinen mrena kampit, që mund mi akomodu dikon rreth 300 vetë. Po thuj se shumica janë vetëm rezervu dhe kanë me të shumë pak. Mirë po ka dhe si që vinë me kamperat vetë prej, vjetë kemi pas prej Polonie, prej France, prej Macedonisë, Shqipnisë, dhe me thonë ka gjatë interesum që vinë edhe shfrytëzojnë kohën, se ja vlenë për mënyrën se si është menu, se si është organizu Kajak Fest. Për sa mendon që është i rëndësishëm ky festival për promovimin e turizmit dhe sporteve ujore në Kosovë? Ndoshta spedim, a është mjafti promovuar sporti ujor në Kosovë sipas teje? Sporti kajakut ka fillu shumë vonë, domethënë në vitin 2020 është hap federata me klube dhe ka fillu më zhvillu, më promovu pak a shumë. Mirë po jo aq sa duhet për shkak të kushteve dhe të hapësirave që i kena jo pa mjaftueshme për zhvillimin e këtij sportit. E kemi pas si të arsyeshme, si me thonë, në pjesën e Batlllavës, për shkak se i plotson pak më shumë kushtet për me bë kajak, edhe normal Batllava njihet edhe për bukurinë e vet që ka, jo vetëm të ujit, po edhe të natyrës, edhe të njerëzve që gjenden aty rrethit Torllanit, domethënë janë për mendimin tim është një promovim jo vetëm i sportit, po edhe i natyrës, bukurisë të Kosovës, edhe pse jo edhe produkteve vendore, njerëz, domethënë mikpritja e njerëzve, çdo gjë që e lidh me atë zonë. Edhe njerë për të gjithë shikuesit tregona se deri kur mund të regjistrohen dhe prej kur fillojnë këto aktivitete dhe deri kur? Faktikisht regjistrimi është i varur prej nxjerrjes biletës, nuk është një regjistrim që të kurszon. Thjesht duhesh me pas një biletë festivalit, e cila kushton 25 euro për 3 ditë, që besoj është një çmim goxha i vogël në krahasim me gjithë ato aktivitete që janë brenda, edhe në moment që ti
e siguron biletën, automatikisht lejohet regjistrimin në garë. Normal duhet me pas moshën 18 e sipër, dhe kaq domethënë të nevojitet për me qenë pjesë e garës. Edhe një mesazh për fund për të gjithë ata që hezitojnë ose dëshirojnë të bëhen pjesë e Kayak Fest 2026. Unë ju kisha thonë gjithëve që ejani mos paragjykoni me fjalë, me këto historinat e përditshme që po na rrethojnë. Kajaku në përgjithësi edhe festivali ka një domethënie pak më ndryshe, domethënë nuk është thjesht po shkoj po bëj kajak ose diçka, është një festival që mundesh me kalu përsëris shumë shpesh ditën me familje, me fëmijë, me shumë aktivitete, thjesht duheni me ardhë me pa edhe me vërtetu atë që seriozisht ja vlen për me qenë pjesë e Kayak Festit. Së është diçka unike, nuk është, më me thonë se është sikur çdo festival tjetër, ka diçka shumë më të bukur në kështu në përgjithësi. Ndoshta kur e përmende pjesën e përditshme, ndoshta është mënyra më e mirë që për të hequr mendjen nga pjesët e jetës tona personale të përditshme për me kalu një vikend më të mirë, normal edhe kur është Kayak Fest. Është një aventurë e re ndoshta për ata që nuk e kanë provuar. Definitivisht, është një gjë që nuk e keni provu, nuk e keni pa, ejani thjesht edhe shihni se çfarë do të thonë Kayak Festi. Faleminderit shumë zotri Shkrep për të gjitha këto informacione, faleminderit shumë për të gjitha këto detaje dhe shpresojmë shumë që Kayak Fest të shkojë në mënyrën e duhur dhe më të mirën siç e keni menduar ju. Faleminderit edhe juve, ju pafshim. Faleminderit shumë, kënaqësi.